Zoti Beleri, keni këshilluar zotin Berisha që të konsiderojë edhe dorëheqjen. A mendoni se ka ardhur momenti që shumë zyrtarë apo funksionarë në Partinë Demokratike t'i thonë mirupafshim karikes së tyre brenda funksioneve në kupolën drejtuese? Nuk e kam këshilluar, kisha thënë atëherë në deklaratën time dhe i qëndroj që kur një parti humbet një betejë zgjedhore, duhet të reflektoj pa përjashtuar asnjë vendim që të mund të krijoj besim të popullit. Unë jam njeriu i fundit që do këshilloj zotin Berisha. Zoti Berisha është një njeri që në Shqipëri 30 vitet e fundit, 35 vitet e fundit ka një kontribut. Unë besoj çdo ditë që kalon që në qoftë se zoti Berisha nuk do ishte në krye të opozitës, gjërat do ishin më keq. Ose më mirë. Nuk e besoj, sepse mënyra se si po bëhet, se si qeveriset vendi, nuk ka hapësirë për një njeri me ide më të freskëta, më të ri, dhe një njeri më inovativ. Siç u thash për ata që besojnë në problemi i opozitës është zoti Berisha, mund të shikojnë rezultatet e partive të vogla, të cilat nuk ishin ato që duheshin. Qartë. Megjithatë, për të kthyer besimin tek qytetarët shqiptar te opozitarizmi, asnjë gjë nuk duhet përjashtohet nga bizeta politike. Qartë, zoti Beleri, flitet për një plan të ri veprimi për marrëdhëniet Athinë-Tiranë. Jeni pyetur për këtë çështje? Nuk ka pse të pyetem. Ka institucionin që bëjnë por të qofse kjo ndodh, unë kam dëgjuar nga raportet e mediave, si shqiptare dhe greke, jam dhe unë digjeni që po përpiqet të bëjë një ristart i marrëdhënieve. Si çdo njeri jeton në dy vendeve kanë dar jetën e tij, unë do isha lumtur që kjo gjë të jetë e vërtetë. S'keni informacione më shumë rreth kësaj çështje, zoti Beleri? Jo, informacione që kam që po bëjnë bizetime. Në për çfarë bëjnë, si bëjnë, në çfarë niveli kanë arritur, nuk kam asnjë informacion. Po nëse do ju pyesin, çfarë sugjerime do i jepnit palës greke të paktën ose edhe palës shqiptare? Siç u thash, bizetoj të dy qeverit. Nuk jam ai që mund të bëj sugjerime. Për mua do ishte duke qenë se keni qenë mes të dy realiteteve, edhe realitetit grek edhe atij shqiptar. Ka shumë probleme në dy vende të mbartura nga kohët e kaluara. Dyher gjatë qeverisjes së zotit Rama ishin dyher shumë afër për të zgjidhur këto probleme paket. Era parë ishte midis bizetimeve Bushati Skoxias. Atëherë zoti Rama vendosi të minojë këtë marrëveshje për të plotësuar dëshirën e zotit Erdogan. Dojti zotin Bushati u prish marrëveshja. Herën e dytë që ishim gati për të bërë një marrëveshje dhe për të zgjidhur të gjitha çështjet, ishte koha në zgjedhjet e 2023-shit, prap zoti Rama vendosi se duhet të mbajë bashkinë e marrës me zor dhe atëherë marrëveshja u prish. Shpresoj këtë herë ta ketë më të vërtetë që do një marrëveshje për zgjidhjen e problemeve dhe të mos gjejë ndonjë justifikim tjetër për ta prishur prapë. Mendoni justifikim plot apo justifikime që janë edhe gabime historike? Besoj se niveli marrëdhënieve që ndodhet në marrëdhëniet të dyja shteteve kohët e fundit është një gabim historik që duhet të ndalojë. Pra çdo shtet duhet të ndryshojë problematikat e veta e duhet marrëdhëniet të vinë në një nivel ashtu që janë marrëdhënie mes dy popujve. Unë besoj se dy popujt, edhe populli shqiptar dhe populli grek, janë shumë përpara politikës. Marrëdhëniet e tyre, qoftë shoqërore, qoftë ato politike, janë në nivel më të mirë se ato që janë në dy shtetet. Qartë. Zoti Beleri, përpara se ti kaloj fjalën kolegëve, së fundmi shteti grek ka shpallur non grata gazetarin shqiptar Artan Hoxha. Pse kjo lloj politike masash ndaj gazetarëve shqiptar? Nuk besoj që është një politikë që bën vetëm shteti grek. Duhet të dini që edhe shteti shqiptar shumë shtetas grek ka shpallur non grata, se unë e kam mësuar se po mbi dhe po mqajen. Edhe njerëz që kanë lidhje familjare me Shqipëri. Pra një politikë shteteve për njerëz ose për individët që besojnë.
Problemi është se zoti Hoxha nuk është i vetmi gazetar që është shpallur non grata, se ne kemi edhe gazetarin tjetër, Marin Mema, i cili është shpallur non grata. Këto risk mund ta kenë dhe gazetar tjerë shqiptar të cilët kanë bërë investigime lidhur me masakrat e shtetit Gret Kërshitçanve. A mendoni që është një standard i rrezikshëm që po vendoset kjo në raport me gazetarët, pra nuk e kam vetëm për zotin Hoxha, po dhe për gazetarët e tjerë. Dhe ndjenin time Shqipëria të paktën nga viti 90, më përpara nuk kam informacion, nuk ditë ketë shpallur non grata ndonjë gazetar grek. Pra,